Keni ardhur në episodin e 7 të Andale Sport, vim të freskët me energji pas një super triumfi në El Clasico dhe në krahun tim të majt është ai që nuk ka energji, ai i konsumuar, i trishtuar. Flori! Kush nuk ka energji? Kam ardhur i përgatitur me doreza për çdo argument kundër Barcelone, nuk duroj më. Nuk duroj më. E para. Çka ke për të thënë? Thuaj që Amali është më i mirë. Thuaj që Amali është më i mirë, thuaj. Ka se të thuaj presidenta. Jo. U kujtova. Atë përdor vend tjetër. Tani, pikë së parë përshëndesim çuna dhe goca që na ndoqën dje live. Shumë faleminderit ju që na ndoqët, komentuat, i pat videot e pëlqyeta shumë. Jeni të mëdhenj. Dhe do thoja, ju që po na shkruani që doni të bëni prap live, ka shkruar tifozët të Napolit, Arsenalit, Bayernit, ju presim gjithë vetëm shkruani, ndashë profilet tona personale, ndashë Andale Sporti dhe këvendi është e hapur për gjithë për parë ndeshjet. Sidomos për të bullizuar Florin kur tomi bastet e tjera. Real Madridi ka gati një kampionat përpara, kështu që. Tani për të komentuar pak përpara se të vazhdojmë emisionin ton, siç e kemi menduar. I ke parë komentet? Të gjithë thonë që Bellingami është më i mirë se Pedri dhe De Jong. Gjithë komentuesit. Mos vazhdo prapë këtë. Jo, i ke parë komentet. Më kanë ngjirur dje, mos vazhdo prapë. Bellingami është i mirë për rolin e vet. Pedri është me fushor më i mirë nga Bellingami. Megjithatë, miq dhe mikesha që ndoqët dje live-in, e mbani mend premtimi i bujshëm, Flori veshi fanellën e Realit të Madridit. E veshi pak me rezerva, sikundër ju ndoqët të tregoj vetëm. Po çka tim ka që mund ta vesh direkt më të parë, jam tifoz çfarë jam. Dhe siç e dini, siç e shihni në ambientin ton, në planin e matchit do na ndihmoi dhe Marceli për t'ju treguar, ne kemi shumë foto. Dhe unë mendova me atë që ndodhi ditën e djeshme. Ti nuk e di. Me atë që ndodhi ditën e djeshme, unë kam printuar foton e Florit me fanellën e Realit të Madridit dhe do ta varte murin brapa, do ta ngjisin te muri këtë. Nuk e var dot atë. Po, kjo, shihni foto e dokumentuar Flori me fanellën e Realit të Madridit. Po kur e printove një herë? Mendove se do shpëtoshet ti dje. Urdhro. Dhe kjo do të vendoset te muri dhe ky është premtim Flora ti brapa. Jo, nuk vjetë. Shiko, unë kuptoj që fanella e Realit merr vlerë kur e veshin persona që kanë vlerë. Por në këtë rast nuk kisha dëshirën e madhe për ta veshur fanellën e Realit. Do vendoset te muri pas dhe këtë do ma bësh premtim. Do ta vendosim pas. A kemi gjithë ta vendosim që tani? Po, do më bësh premtim, kërkoti edhe të ndërtoj një open bar me 7 brazilianë për ty dhe ta bëj premtim. Do ta vendosim pas. Sa perle ke si e shef gjithë admirim. Shikojeni pak si e shef Flori fanellën e Realit. Gjithë pasion dhe admirim. Ma tho, gjithë këtë që po bën do e vuafshi ditë. E di që do e vuafshi ditë gjithë këtë? Ja. Deri atëre, un kam këtë foto dokument. Të gjithë ju që më na ndiqni, screenshot, kush do mund të më shkruajnë DM dhe ja nis foton e Florit. Ma tho se un kisha ardhur me energji të mira. Jo, mos më bëj këtë. Kisha ardhur me energji të mira. Po këto letra çfarë? Kisha bërë gati një lojë. Kjo loja ka dënime futbolli. Për ta lëtë foton këtu herë. Je i fortë. Mos ta lëtë foton këtu, është okay për timin ku jemi? Je i fortë me improvizim. Tu, nuk e heq foton. Je i fortë me improvizimin ti? Më testo. 300 letër. Kjo që ka bëj sikur, nuk po e marr këtë, po është mang. Gjitha bëj sikur i ke pa merr. Kjo qera. Shiko pak. Tani para se ta hapësh letrën. Janë ca dënime futbolli që ka improvizime të ndryshme. Dhe ne do bëjmë situata të ngjashme me lojtarët e futbollit, çfarë ndodh atyre. Çfarë thot aty? Bëj sikur sapo të ka bler Al Nassr për 80 milionë euro dhe po jep intervistë. Jepi konferenca mbështetje para. Deklarat për klubin, komunikat me mediat. Përshëndetje të gjithëve, sikundër ju e dini tek Al Nassr vërtet është bërë e njohur që lojtarët vinë përpara, por unë nuk jam i këtij lloji. Unë jam lojtar që e dua futbollin dhe kam ardhur te Al Nassr vetëm për të dhënë talentin tim, për treguar talentin tim, edhe pse jam thjesht në moshën 26 vjeçare. Kjo për mua nuk mendoj se ndikon as pak në karrierën time sportive. Sa e keni rrogën? Rroga ime është ajo që keni publikuar ju në media, por që sigurisht unë mendoj që rroga ime arsyeton ato që unë jap fushën e lojës, pasi nuk do të ishte 800 euro për ndeshje arsyetohet. 800 euro ndeshje. Po, me patjetër, madje, do të thënë vërtetën, unë kam hatër mbetjen me menaxherin tim pasi kërkoja 1 milion euro. Dhe 800 euro nuk mendoj që janë mjaftueshme, por unë kam bërë sakrificë nga ana ime për të pranuar këtë shifër vetëm për faktin e vetëm që të kem mundësi të shpreh talentin tim te Al Nassr dhe
Ta Al-Nassr zgjodha Al-Nassrin pikërisht sepse luan Ronaldo që është idulli im, kështu që për këtë arsye kam zgjedhur Al-Nassrin. Pra, lexova dje një deklarat kur po vije në avion, kishte shkruar që Al-Nassr ka qenë klubi im tifoz që femëri. E vërtet, unë me Al-Nassr, unë që kur isha ke barku nënës mbaj mend që babai havë televizorit bërtiste komentori gol Al-Nassr dhe ajo thoshte gol la fala Al-Nassr. Dhe që aty u bëra tifoz i Al-Nassrit pasion që i vogël. E qartë. Shohim çam qëllim mua. Duket që gënjeva si lojtarët, ë? Ua. Trego se Lorik Cana do ishte kryeministri perfekt për Shqipërinë. Atëherë, u po bëm këshilltar i Lorikut në këtë rast për ta bërë. Se do ishte kryeministri perfekt, po. Tani, Lorik Cana e ka mbrojtur flamurin shqiptar me dinjitet. Kudo ku ka luajtur Shqipëria. Ka qenë një ndër lojtarët e parë që nuk ka qenë vetëm lojtar futbolli, ka qenë edhe ambasador për Shqipërinë kudo. Ka mbrojtur Shqipërinë në Beograd, diku ku rrezikoi jetën e vet. Dhe Lorik Cana është njeriu që ndoshta e do kombin më shumë nga çdo politikan tjetër. Votoni numër 1, votoni Lorik Cana. A do jepë votën edhe për fushat? I ke pa ato që vjen të poster atu në për rrugë? Ajo foto Canës atë grupit si. Na aty i mori votat. I mori votat. Ka atë foton e pika i nuk shitet komsia thuhet gjithë ato, vetëm atë falimin e merrte votën. Cana për kryeministër 2 vota? Rada jote? Po 2 vota unë kisha votuar. E shpallim Canën kryeministër të Republikës së Shqipërisë. Poshtë ajo Canës. Ta heqim? Cana shpallet zyrtarisht kryeministër për të paktën 24 orë. Po. E heqim mbrapa do që bëjmë? Bën një fjalim si trajner që sapo ka humbur 5-0, por gjen justifikim heroik. Justifikim heroik? Çfarë do thojë konferencë për shtyp? Sikundër ju e dini është futboll. Futbolli ka të treja fjali bajate, ë? Margje fly për sipër. Jo, futbolli ka të treja rezultatet, sekondër kemi fituar më herët 5-0, ashtu do të humbasim. Thjesht ishte një ditë jo, nuk është se ka një problem të vazhdueshëm tek skuadra jon. Sigurisht që në rast se ne fitojmë është përgjegjësia imja dhe e grupit, por nëse humbasim përgjegjësia kryesore është e imja. Marr përsipër përgjegjësi, do të flas me bordin drejtues, do ta komunikoj çfarë ka ndodhur me ta, do të bisedoj. Dëshira ime nuk është ende që ta mbyll eksperiencën me grupin sepse kam akoma çfarë jap në këtë shtëpi. Di se më duke Tirana, KF Tirana, watch this man. Duket perfekt deklarata që jep trajneri i Tiranës kur humbet. Çdo trajner. Floro deklarata fora të Floro. Çdo trajner të Tiranës këtë thot kur humbet. Do të punojmë për të përmirësuar grupin, kemi punuar dhe prit, se janë këto perat të fundit që shtohet kështu. Mos harroni që nuk e kam bërë unë këtë grup e gjeta, pasi erdha në një periudhë të vështirë për klubin. Shohim çka ka mund tani. Kush më bën këtë? Mbroj Ronaldo sigurisht ishte vllai yt. Të kara fix, të kara perl. Mbroj Ronaldo sigurisht ishte vllai yt. Të gjithë sytë dhe veshët tek Flori. Unë nuk e kuptoj për çfarë thoni që Messi është më i mirë një herë. Bravo. Kur dukshëm Ronaldo ka qenë një ndër lojtarët që ka thyer rekorde, ka shkuar 40 vjet që luan si çuneri akoma. Çfarë çunat e rinj para atij? Ç'a janë? Prit. Flori sinqert. Jo, prit sa në rol e burr. Në rol aktorët janë puthur. To i ke bërë vetë leta që dalësh ti thua vërtetën kështu në stil. Aktorët janë puthur, nuk ka gjetë gjë në rol, jo më për të Ronaldo. Se dinë çfarë ndodh mas kuintave, por Ronaldo ka kaluar një fëmijëri të vështirë, mban mend kur ishin të vegjël, Ronaldo hante copa buke. Buk me ujë dhe u bë ky lojtar që është merr miliona e ka Georgina të dashur, se unë respektoj kunatën time. Kunatën time e respektoj deri në fund. Georgina është femra më e mirë në botë, kam si motrën time, Georgina. Nuk them dot, nuk flas të keq për atë. Mos më shani nga motra. Georgina tani shumë mbrojt Ronaldo. Pritet, femra më e mirë në botë Georgina vërtet apo thënë se ke vëlla Ronaldon? Kush unë? Kur e thash më? Tani the, Georgina femra më e mirë në botë. Unë jam Flori tani. Jo. To janë role. Ti shpëtove deklaratave mor Flor. Unë jam Team Megan Fox me Çarllafi. Ke Transformers. Dukesh. Hava mrapç. Telefonoj një lojtar të njohur që ke në telefon. Jepi, hajde. Prit ta mendojmë. Ka po merr, ta dim. Altin Bytyçin. Bytyçin. Mund të jetë në stërvitje këto orë. Okej. Se se di ku e kanë orarin stërvitjes fiks. Po nëse sa hap ky quhet? E bëra unë iniciativë? Përshëndetje i nderuar. Si të kam? Dgjoj, jam në xhirimet e Andales dhe më dha një sfidë, telefono lojtarin më të njohur që ke në telefon dhe do të telefonoj aty. Si po shkon? Jam në nuk. Sa po ke bërë propozimin, je në një moment të mirë,
Do na vish javën tjetër ta marr konfirmimin kështu live. Do na vish javën tjetër. Do ta flasim edhe me klubin, por për ty, nga ty. Po, konfirmimin nga unë e keqë po, nga unë tani e keqë po. Je i madh. Të falenderoj Altin dhe do dëgjohemi. Faleminderit shumë. Suksese vlla. Fala mi bëj flore, ciao. Ciao. E kryva, Altini Çunish. E morëm edhe një po nga Altini. Altini Çunish, javën tjetër të gjejnë ta kurthitën me klubin dhe Altini është tu për të komentuar propozimin dhe gjithçka. Do ta kap se i shorti që kap dikur Infantino, tani është, ndoshta bëjmë dhe unë ditë president. Amen. Trego çfarë do të bëje nëse trajneri të zvoncon në minutën e 10. Tani. Minutën e 10 është jo vendim, po minutën e 10 ti nuk je më trajneri im. Atëherë. Minutën e 10, po më dëgjon, kolegu? Po të dëgjoj. Minutën e 10 unë do bëja, do shndrohesha në Vinicius Junior. Do më shikonte trajnerit ti kapja me pankin, me bidona ujë që ka pat aty, me çap ndali para stafi teknik ruani, doktor, mos më dil përpara doktor. Ti e ke fajin që unë nuk rikuperova në kohë dhe u dëmtova. Pse më, se mund të Minutën e 10 do kthehesh nga stadiumi. Do shifja trajnerin, do shifja trajnerin ku ishte, në pozicion të prirët, e pe kontën me Lautaro? Po. Do kthehesh dhe i thon. Faleminderit që më zëvendësove minutë 10 trajner. Të respektoj shumë. Me ke drejtë, unë do isha nxehtë tani që mendoj. Reagimi që do bëjë nëse gjithë stadiumi të shan. Okej, janë dy opsione, të varet se do jetë me humorin. Opsioni i parë është ky. Ke gjithë stadiumit. Po, gjithë stadiumi. I vini një matse këtu te gishti. Rregulloj vetëm montash. Opsioni i dytë do jeva i puthje. Varet se do isha me humorin. Po ke gjithë stadiumi po thot mantho. Po, varet se do isha pra. Nëse do bëja gol dhe s'fati po fitonte. Jo, po do isha me se isha je Jamali Bernabeu. Do i bëj Bernabeu? Po, tifozëve të Realit? Po. Mantho bëj lajme titra poshtë. Mantho i bën tifozëve të Realit me gisht. Mantho ofendon Fabezën e tifozëve të Realit. Mantho ofendon kurva Madrilena mbrapa porte. E tha Flori fjalin mban përgjithësi ai. Jo, a quhet tifozët mbrapa porte? Jo, italianë që dashoj, jo spanjollët vlla. Ora kush ka po këto falni apo? E doje pra Ronaldo ke çka ke Reali, çka ke. Burr lojtari më të mirë te ekipi kundërshtar. E para, lajmi i parë është këtë do zgjedhë lojtari më të mirë. E dyta si do e burri. Zgjidh pak lojtari më të mirë të Real Madridit. E keni tepruar me mua për dhe. Ore zgjidh lojtari më të mirë të Realit. Po 2 ditë rresht nuk e pranoj më. Kaq më robi. Edhe ai lart e di ku do të shkojë muhabeti. Lojtari më i mirë i Realit dhe mburre pak. Për momentin aktualisht është Mbappéja. Vazhdo mburre. Mbappéja nuk është shumë lojtar i keq, me thënë drejtën. Vazhdo mburre që nga goli që boni dje, super goli që ishte offside, po gjithsesi ishte gol i bukur, ishte votimi i bukur. Linja për ty. Jam gjithë Mbappéja nuk është lojtar i keq, kur e mendoj. Jo, mburre, jo, arsyetor. Edhe te Parisi. Po më dëgjoj burra, po nuk më dëgjove, nuk e mburr dot. Ora unë dua, Çfarë do ti? Jam gjithë si e vesh. Mbappéja nuk është lojtar fort i keq. Edhe te Parisi ka qenë goxha mirë, Te Reali. Kur ju bëri gol Camp Nou apo kur ju bëri? Te Reali erdhi pak dobë te Reali, po e ka marrë vetë. Këtë vit është goxha mirë. Dhe flokët e ka rregulluar modelin e flokëve tani e ka shumë mirë. Por Mbappéja ka akoma punë për të bërë përpara. Që nuk është mburje Flore, ja. Po i bën birt mua. Mbappéja është më i miri në botë. Mbappéja është number 1. Po gënjej shumë, por Mbappéja është më i miri, po un po gënjej, por Mbappéja është number 1, më i mirë nga Jamali, po gënjej prap, por kaq nuk do të them. Pak montazh, kjo do dali shumë e bukur. Me pak montazh. Piçka e modhe, pse mora kët? Trego pse nuk u bëre futbollist, sikur po ja shpjegon një vajzë që të pëlqen. Ai se këtë e bën çdo të dalti, nuk është në gjë ere. E bëj po jo me futboll, e bëj me sport tjetër. Me çfarë bën? Me taekwondo. Ja do bësh me futboll këtë herë. Probleme me gjuhën e kështu, e kam parasysh. Se ajo është gotë. Takim parë kështu? Se si takon takim parti vëlla. E hodhur robi dorëm qaf takim parti. Pasi më qen brapa bote burr. Pse më dha? Hajde jepi. Që thuti zemra, unë jam marrë me futboll i vogël. Fal një sekond, fal ti që unë aktuzo, po pritëm lëri se kohë jam me zemrën time, ç'ke ti herë? Po kjo fytyra, ç'ke ke pasur ti Flore, ç'është e kulla? Vazhdo. Që thuti zemra, unë kam qenë futboll, po i vogël. Domethënë diku te 8-9 vjeç, kam qenë deri 16 vjeç, kam qenë me ekipin edhe Partizanit dhe Tiranës. Nisa e Partizani, pastaj më bëri ofertë Tirana, shkova atje. Po kur shkova 16 vjeç për tonë vërtetën, isha mirë dhe me mësime, mora një dëmtim te gjuri djathtë, ligamentin atëre. Kalova vështirësi diku te një vit
Dhe prap më doni, nuk është se s'ndonim, kërkuam prap. Ky Bordin që është tani ke Tirana, që atëherë ka pas dashur të ekipet e veta. Pa ta fol atëherë unë ke ai. Po ke parasysh rroga, gjërat dhe kryesore prap bëra testet mjekësore fillimisht, dëmtimit e gjuri malan. Domethënë, por që të betohem, mos e gjotë legjenda se siç thon futbollistë nuk ka mirë krevat, unë për zotin nuk kënaq. Ishte okay? Po t'ishte goca do bëje. Jo fal. Apo do vishti ta bëje. Para se të them ç'do bëje, por se t'isha gocë. Ke 3 minuta flet me vete apo? Ora va, kisha shoqën këtu. Ne të kishim edhe 5 minuta tjera, do kishim pa në skenë çuditshme. Si fillove ti? Nuk jap garanci. Si fillove ti? Dhe 3. Okej. Ora, a mi ka fut njëri me hile më këto letrat? Bind Mbappén, shkruan këtu bind Mbappén të vinë në kampionatin shqiptar. Çfarë mund ta binte Mbappén të vinte në Shqipëri? Po e filloj që ta marrim në plan më të gjerë. Mbappé, ne kemi diell 300 ditë të vitit. Ne kemi diellën. Pa ishte Spanjë, në Spanja ka të bie, është Spanjë. Po është Madrid në Barcelonë. Nuk është aq. Ne kemi plazhe. Madridi nuk ka plazhe, ne kemi plazhe. Ne kemi goca të bukura se ti ke qef me dal. Ne kemi bllokun për dal. Ky ka qef me flirtu. Ti ke dhe mjete me qerallafi. I le dysh. Ti mund të nxjerrësh Ferrarin tënd në blok dhe ta garantoj që do ecë mbar për ty. Po e nxore. Ne kemi, çfarë kemi tjetër? Diç mund t'i bëjmë. Se nga futbolli nuk kam çajm burra kështu. 2 hours later. Ne kemi ekipe shumë të mira, te ne luan futboll. Jep, jo. Deri kaq. Arena flamurtare nuk është keq. Jo, Mbappéja duhet vitë ne se te ne ka ardhur Reali mod, jo më Mbappéja. Do vuaj pak të arena temave. Erdhi 2009 Reali, lutin që Mustafa ikën dritat, Mbappéja duhet vi. Ma 5 pa ikën dritat. Nuk e gjen më ku është. Jepi. Edhe me rrogat i mirë Mbappé. Sa merr gjithë kampionatin shqiptar bashkë të parën merr gjithë muin Mbappéja. Nuk më shumë. Se po hap gjithë më rap shumë më valla. Nuk e di. Ndoshta është dëshira jote. Pse më bin gjithë improvizimet, ty të bin me Real, unë bin improvizimet. Improvizoj një komentim ndeshje me tonë pik, por për një situatë absurde, një berber që po qet flokët. Një berber. Tani po një berber duke qethur, okay, ja ta bëj unë që ta bëj më të lehtë. Dhe po qeth edhe ti komenton. Mbani frymën miq. Ka nisur procesi i qethjes jastikut. Flori merr makinën në dorë dhe nis ngadalë që nga mbrojtja. Shtohet intensitetin në mes fush. Bukur topi përpara për sulmuesin me gërshër, ku lam gërshërën. Gërshëra për Florin. Flori është pre floku i parë. Ka spektakël në ndale miq. 1-0 për Flori që pre flokun e parë. Nuk e mirë fare sa. Nuk ka mirë për koment një kujim. Edhe e fundit Çanageli. Bëj një. Çfarë? Jam trener. Bëj një fjalim motivues për ekipin duke përdorur vetëm fjalën balerina. me 3 fjali e mbyll gjithë motivim. Bëni gati për ato editimet kështu që del me 3 fjali e mbyll gjithë motivim. Keni balerinat. Çuna, blidheni veten. Ne nuk kemi balerina, ne jemi ekip futbolli. Ndonjëherë dhe balerina duhet të jesh, po balerin nga ata që bën pirueta, që shkon kundërshtari si balerin e kalon kundërshtarin dhe ikën del para porte ndaj një portieri balerin i cili kërcen dhe i kalon topin mes këmbëve, siç i hapi këmbët balerinat kur aktrojnë dhe portieri do hapi këmbën ndaj nesh. Prandaj çuna forca. Po ti faletar zëm kisha motivu fare me këtë plak. Me fjalë balerin. Jo, po të më thoshe për shembull që çuna, nëse fitoni sot ju presin 25 balerina jashtë. Të betohem do kisha shnu si Alandi 9 gola me këtë bon. Po unë bëra motivim tamam, jo motivim. Po motivim më të saktë se kjo? Në rast fitore keni 25 balerina jashtë. A se bëj çka vazhdo. Jemi deja vu. Jemi në periudhën e kalçetove. Tani do formojmë një ekip me 5 lojtarë. Por me kanaçet tona nga Premium nga Letiza, unë kam zgjedhur të parin portier, me që janë portier dhe vet, Manuel Neuer. Manuel Neuer është Premium Orange, do të thoni ç'ne. Janë të dy me uniformë jeshile. Tani Neueri kur shikoj më duket tamam si Premium, dhe kur shikoj Premium më duket tamam si Neueri. Argument valid për çem portier? Qëndron. Po. Do ta nisim nga. Kjo është pesha më e mirë. Imagjino Neuerin portier nga Chelsea. Apo ti mbaj ato, po mbaj këto.
kemi zgjedhur Cristiano Ronaldo. Sigurisht do mungon Cristiano Ronaldo dhe është me premium Tony Water dhe i lidhet fiks mbretit, sepse ka thënë për herë pini ujë Tony Water dhe lajthizës është më ka provuar të pëlqen vërtet. Vetëm Water ka thënë, e verdh për të verdh. E vet për të Po që i shkon. I kemi përshtat ngjyrat me fiks me lajthizën. Edhe kur ti bleni, kështu bleni. Përshtatin Ronaldo me Po që Ronaldo merr Tony Water. Neuerin me portokallin, të tjerë të bëjnë rrugës. Por ju që keni më shumë klasë dhe shije në jetë. Premium rosé. Kush tjetër mund të jetë të ngjyra roz, kush tjetër mund të jetë? Më thuaj pa. Sa bukur. Një njeri me kaq klasë, me kaq, po nuk e di çfarë them. Po, siç janë ato vajzat që pinë rosé, edhe ky njeri është për futbollin. Bravo, e di sa bukur e the? E di sa bukur e the? Ja. Siç janë vajzat që pinë rosé delikate, të llastuara. Kështu është dhe ky llastuar nga FIFA. E ka gjetë fiks. Po si nuk hoqë njerëz dorë. Po pse vë mbrojtjen e këta apo dalin para nga çfarë? Kemi ekipin sulmuesi nga porta ne, del Neuer me sfush, çfarë do më ti? Të ta lën fund, po hap të hapet ti. Dalën fund se është ëmbëlsira për fund ky. Po pse morët jetën? Po ky është ëmbëlsira për fund hapet ti fund, me që ka murradën. Ky është, se kisha parë foto fare. Kylian Mbappé me flok blu. Me flok. Kjo është premium limonet pa me limon. Po. Çfarë ka limoni? Karakteristika e limonit? Është i verdh. Dhe rritet në jepi. Dhe pak i thartë, siç ja dha shihen të thartë Mbappéja Barcelonës në këtë El Clasico. Po e di çfarë thonë, prandaj nuk do ta nxjerr aty ku doje ti. Dhe je shumë dhe kjo flokë blu i shkojnë mretit, më pëlqen. Dita thuash fjalën blu? Blu. I fundit. Por jo garancia, por ëmbëlsira, qershia mbi tort ku jerim nga tron, qershia mbi tort. Dita thua qershia mbi tort. Ky njeri. Rej Manaj. Uasim do rizërë se Elban Gjihani. Rej Manaj është premium cola. Do thuash që ne premium cola. Është e ëmbël. Është me ngjyrën e kuqe që ka shumë rëndësi. Është me ngjyrën e kuqe. Dhe Goli Beograd që janë më shumë nga gjithë të tjerët. Prandaj Rej Manaj në këtë ekip që në bëm, ekip interesant, Neuer, Messi, Ronaldo, Mbappé dhe Manaj. Dhe Rej Manaj. Për mu Manaj është me mirë nga gjithë aty. Me atë që ka bërë Beograd. Me diferencë. Beograd thash në Serbi. Me diferencë. Edhe në shije, te pije, tani që po mendoj, un premium cola do ta bëjmë edhe parë me 5 ngjyrë. Shikoj se unë jam njëri që kam parëndinje shumë të forta. Luaj shumë me parëndinje. Mendoj që te ky episod do të gjej zërin e Rej Manajt. Nuk e di, kam një vegim. Që do kemi një kontakt me Rej Manaj. Glory from the future. Do kemi kontakt me Rej Manaj, ndiqeni pak pjesën e dytë.